Kur të tregohet historia e kësaj kohe, ne nuk duhet të jemi fajtor, pse Shqipëria nuk diti të ngrihet dhe të vrapoj drejt ardhmes, duke investuar në radhë parë për shkollimin e fëmijëve të saj. Po duhet të jemi ata që jo vetëm kuptuan nga duhet ta fillonin, po edhe morën të gjitha kostot politike përsipër, duke e nisur aty ku rezultatet e investimit nuk duken të gjitha menjëherë, po ku e ardhmja garantohet si borxh që ua kemi atyre që vinë pas nesh. Këtë borxh ne e njohim dhe do ta garantojmë pa menduar se si do rizgjidhemi vetë, po se si do fusim në rrugën e zgjidhjes problemet e vendit, duke shërbyer me devocion prindror si katalizator të një ndryshimi afatgjat që zanafillën e vet s'mund ta ketë askund tjetër përveç se tek një politik e re për arsim. Sali Berisha gjeti në 2005 një Shqipëri të kthyer pas, në tatpjetën e analfabetizmit. Dhe në 2009 do të na dorëzojë një vend më analfabet se në asnjë vit tjetër të kësaj periudhe tranzicioni. 10% analfabet kemi sipas shifrave zyrtare në Shqipërinë e tij të moshës së internetit, e cila në fakt sot më shumë se sa një kompjuteri i ngjan këpucës së lulit vocër. Por ky 10% gjithsesi rrënqesës të mos harrojmë, është po aq i vërtet, do me thënë i gënjeshtër, sa që është i vërtet, do me thënë krejt i gënjeshtër, ai 13% që i papunësisë në vend, që del nga numërimi i atyre shqiptarëve që trokasin në zyrat e punës. Ne e dim mirë që shqiptarët e papunë, të cilët me drejt nuk e marrin mundimin të trokasin në ato zyra, janë shumë më tepër. Siç e dim fare mirë që braktisja e arsimit të detyruar ka kapur një shifër tmerruese që askush zguxon ta thotë deri në fund. Ka të ngjarë që Sali Berisha e konsideron të kryer detyrimin e qeverisë së tij ndaj fëmijëve të këtij vendi pas vitit të abetares. Ndërsa për ne, që e duam Shqipërinë si Europa, lumin e fëmijëve që braktisin shkollën gjatë viteve të arsimit detyruar në pamundësi për ta vazhduar atë, nuk e ndan asgjë nga analfabetizmi. Prandaj, dinjitetin e qeverisë sonë të re do ta masin rreth parë me masat konkrete dhe me rezultatet kundër kësaj errësire të shekullit të shkuar që mbulon çdo vit me perçën e saj mira mendje fëmijësh të pafajshëm. Për të vepruar jo vetëm shpejt, por edhe me efektshmërinë e duhur, ne do të bëjmë me të ardhur në qeveri testin kombëtar të analfabetizmit dhe mbi bazën e tij do të japim formën përfundimtare planit të masave për zbrapsjen e kësaj errësire kërcënuese. Të këqijat në arsimin ton s'kan filluar me rikthimin e Sali Berishës në pushtet, por gjatë këtë qeverisjes së tij ato janë thelluar e shtuar me të tjera, ndër të cilat më e turpshmi, faktor i drejt për drejt në rritjen e analfabetizmit është jo vetëm shitja e librave të arsimit të detyruar për gjithë, por edhe rritja e çmimeve të librave mjeteve shkollore çdo vit, duke u bërë praktikisht pamundur blerjen e tyre shumë familjeve të varfra në nevojë. Kësaj të keqe që është poshtruese për dhjetra mijëra prindër që s'u blejnë dot fëmijëve librat e fletorit për të shkuar në shkollë, dhe për po aq fëmijë që mbeten thjesht gojë për të ushqyer, duke humbur qysh në krye të rrugës, të drejtën natyrale për të rritur si personalitete, ne do të japim fund qysh në hapin e parë të qeverisjes sonë. Viti i ardhshëm shkollor do të fillojë me librat e arsimit detyruar falas deri në fshatin më të largët të Shqipërisë. Pas fitores sonë qershori në ardhshëm, asnjë fëmijë nuk do të jetë fëmija pa libra në fshatin apo lagjen e tij dhe asnjë prind nuk do të jetë vetëm dhe kokulur përballë fëmijës të tij për shkak të pafuqisë ekonomike për të blerë librat.
Ne do t'jemi aty, pranë tyre, në emër të Shqipërisë që s'os lërë më asgjë pa bërë për të rritur fëmijë të ditur dhe të integruar në botën e dijes. Ashtu, si do t'jemi aty, në rrugën e fshatit, për t'i dhënë fund një shkolonave pikëlluese të Vocrakëve që bëjnë orë të tëra, me këmbë, në dëbor, anë në shi, për të mbritur derën e klasës kolektive dhe pastaj për të rikthyer përsëri në shtëpi të raskapitur. Do t'jemi aty me mjetrin e transportit që do t'i çojë dhe marrë nga shkolla. Do t'jemi aty kudo ku ka fëmijë shqiptar që duhen çuar në shkollë dhe arsimuar si duhet. Dhe do të ndërtojmë çerdhe, kopshte e shkolla të reja, standarde europiane sipas një harte investimesh të integruara brenda një plani që do të garantojë aksesin në shkollë çdo fëmije dhe kushte normale shkollimi nga qendra në periferitë të Shqipërisë. Nuk ka pasur një takim të vetëm të dialogut me Shqipërinë ku të mos jetë dëgjuar zëri ankues i mësuesve dhe i mësuesve për tekstet shkollore. Alterteksti i famshëm dhe famkeq, që hyri në shkollën shqiptare si shprehje e natyrshme e demokratizimit të saj, por që është kthyer në makthin e mësuesve e të nxënësve për shkak të degenerimit skandalos të procesit administrimit të tij. Tekste që u shkruan para se të hartoheshin programet, madje para se të hartoheshin dhe kurrikula. Tekstet mbingarkuar dhe pa lidhje mes lëndësh e pa asfare lidhje nga viti në vit. Tekste që shpeshherë nuk zbërthehen dot nga mësuesit dhe jo më të kuptohen nga nxënësit. Tekste që në morinë e rrëmujën e tyre ngjajnë me një zonë ndërtimesh informale, ku secili ngresit mundet gastrën e tij dhe ku mungon tërësisht lidhja me infrastrukturë. I vetë ndryshim është në shtëpinë e një zone informale nuk humbet, kurse në labirinthin e një teksti shkollor ndodh shpesh që mësuesit dhe nxënësit të humbasin njëri tjetrin dhe vetë dëshirën për të dhënë apo marrë mësim.